Patjetër ka një çmim tregu në tërësi dhe ato ruajnë ato balansat për të mbajtur edhe klientët e tyre dhe për të afruar sa më shumë qoftë edhe persona që duhet t'i menaxhojnë. Dhe variojnë, nëse ti bën për shumë, nëse ai të kërkon që ti të bësh video, kontente, fillon nga 500 deri 1000 euro. Nëse ti kërkon që ai të menaxhojë komplet fushatën tënde, ka një kosto, domethënë një kandidat, nëse do, po flas minimalen, pastaj maksimalen shkon edhe sa të duan ata. Por nëse ai i bën të gjitha, social media, video kontente, krijon spote, kujdeset për fotografit, i bën gjitha gjërat që kanë lidhje me imazhin, të paktën minimumi 15.000 euro është tarifa të cilën kandidati duhet t'ja paguaj të rinjve dhe të rejave që e marrin përsipër për t'i bërë të gjithë këtë pjesën e mbulimit të medias nga ana digjitale, për gjithë këto videot e krijuar, gjithçka. Pastaj varet, nëse ai do vetëm një shërbim, thash varion nga 500 në 1000, nga 500 në 2000. Besoj keni vënë re që ka gjithkohon me vete një fotograf. Minimumi është 2000 euro. Nuk shkon asnjë më pak se 2000 euro. 2000 euro për një muaj. Për një muaj. 2000 euro.